Pas entuziazmit të së shtunës duket se ka rënë pak morali i grupit të kërkimit, pasi shenjat e gjetura nuk korespondojnë me ato të 11 vjeçarit Julian Çelës. Megjithatë, mjetet e ushtrisë dhe një grup punëtorësh po vazhdojnë kërkimet në landfillin e Sharrës për të vërtetuar ose jo deklaratat e të dyshuarit për vrasjen Ardian Prenjasit. Ekspertiza ka hedhur poshtë dyshimet në lidhje me sendet e gjetura gjatë kërkimeve në vendin ku pedofili Ardian Prenjasi pretendon se i ka hedhur. Kërkimet kanë vazhduar edhe përgjatë ditës së diel, ku mjetet përkatëse dhe punëtorët po bëjnë verifikimet në zonën ku u gjendën bataniet dhe kockat. Në të njëjtën kohë, kërkimet vazhdojnë bazuar edhe në grafikun e mbajtur nga kompania për zonat ku janë hedhur mbeturinat e fundit të muajit nëntor. Gjetja e batanijeve dhe kockave nga ekspertët dhe ushtria ka rezultuar pa sukses, duke bërë që të mbetet akoma enigma, vrasja apo zhdukja e 11 vjeçarit Julian Çela dhe shpresat e familjarëve të shuhen edhe këtë herë. Djali i nëndrejtorit të antiterrorit në shërbimin informativ u zhduk më 30 nëntor të vitit 2012 në zonën e Laprakës. Monstra Ardian Prenjasi ka pranuar vrasjen e tij, por deri tani ende nuk ka asnjë fakt në lidhje me këtë dëshmi.